Me trajnerin e Vllaznisë ne vërtetoj për fermën e ora 8 njerë pas takimit Vllaznia Tirana 1-3 për ekipin Bardheblu, por me një lojë mjaft e mirë të Vllaznisë në setin e 34 kur mund të shkonte edhe në set final. Loja pati rivalitet, thëmë drejten, por janë ekip që kanë kualitete brenda vetes, jo vetëm lojtarët e huaja, por edhe lojtarët shqiptare janë lojtare potente. Po t'i krahasosh me lojtarët tona, bajnë shumë diferencë. Mundësia sot ishte me fitu edhe setin e 4, nëse do të kishin mobilizim dhe besim ma shumë. Por voleybolli kjo është edhe shpesh herë kur mungon besimi dhe kur lojtarët kryesore nuk marrin përsipër sa duhet, nuk mund të kurorëzosh me sukses. Sa ju djeg kjo humbje sot në profesoresh? Kjo humbje sot me nuk na djeg fare. Edhe kjo shprehja djeg nuk më duket hiç e arsyeshme. Bile nuk është ndoshta momenti, por nuk më pëlqen fare kur thoni Vllaznia shpërdoron në disa tituj me tërheq vëmendje. Vllaznia asnjëherë nuk shpërdoron, Vllaznia stërvitet shumë, aty dhan maksimumin e vet, pavarësisht të rezultatit të pritshëm, sepse Tirana Simjet konkurron për kampion me ekipin e Korçës. Duke u kthyer tek ndeshja, kam mendimin se seti i parë dhe dytë ishte ai që ju penalizoi. Çfarë nuk shkoi? 13 me 25 një njëjtë rezultat. Po. Nuk shkoi topi i parë, nuk ishte fare mirë. Nuk punu mirë në mbrojtjen rrjet, në blok, nuk funksionoi bloku i treshit. Gjithashtu edhe mbrojtja mbrapa nuk mulum, bam disa gabime në të njëjtën pikë të përsëritshme. Dhe nuk është loja kjo e ekipit që stërvisim çdo ditë, sepse ekipi shuhet për një lojë të mirë në mbrojtje, por këtë herë loja në mbrojtje la për dëshiru dhe kjo uli nivelin e rivalitetit. Do të arrijë Vllaznia objektivin e saj? Do të arrijm objektivin. Nga dita në ditë, ekipi vjen e formohet, ma mirë, njohin lojën njëna tjetrës ma mirë, por dhe kjo shkputja nga neshjet dhe planifikimi i federatës në këtë mënyrë i kampionatit, 2 javë pushim, i javë pushim, si kur bjen pak ritmi i lojës dhe grinta e lojës. Neshja ardhshme kur luhet për Vllaznin? Neshja ardhshme është mas 2 javës me të utën në Durrës. E vështirë? Është neshje e vështirë, sepse të gjithë ekipet kanë probleme, luajmë thuajse si të barabartë, është ekip shtatlartë, nuk e ka pjekurinë e ekipit tonë, por synojmë, shkojmë për fitore. Suksese. Suksese. Ju faleminderit.